Federata Shqiptare e Futbollit ka zyrtarizuar një tjetër miqësore për muajin qershor. Pas asaj me Luksemburgun, është konfirmuar edhe sfida me Izraelin, pikërisht më 3 qershor ora 20:00 në stadiumin Air Albania. Izraeli është edhe ekipi më i diskutuar në Europë, pasi nuk kanë munguar kërkesat për përjashtim të përfaqësueses dhe klubeve izraelite si pasojë e situatës në lindjen e mesme. Njoftimi i FSHF. Muaji qershor sjell një tjetër provë të rëndësishme për kombëtaren, që do të zbresë në fushë për 2 ndeshje miqësore në stadiumin Air Albania. Kuqezimtë do të përballen më 3 qershor në orën 20:00 me Izraelin, në atë që do të jetë testi i parë i muajit. Kjo do të jetë përballja e 7 në histori mes 2 përfaqësueseve dhe e para miqësore, pasi të gjitha takimet e mëparshme janë zhvilluar në kuadër të kualifikueseve të kampionateve botërore dhe europiane. Sa i përket bilancit të ndeshjeve, kuqezimtë kanë fituar 2 nga përballjet dhe kanë humbur 4. Ndërkohë, më 6 qershor, po në orën 20:00, Shqipëria do të zhvillojë një tjetër miqësore ndaj Luksemburgut, sërish në Air Albania.